أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavatet selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Lutë Allahun që të na falë namazet, na përmirësoj jetët, veprat, dhe të na bëjë të sinqert në atë që e flasim dhe punojmë. Allahumma amin. Shënon Imam Buhariu në sahihun e tij nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, i cili tregon një prej momenteve të vështira të pejgamberit alayhi salatu wassalam derisa ishte në Mekë, edhe kishin fuqinë Mekasit për me e maltretu Resulullahin. Pra sabri i pejgamberit alayhi salatu wassalam në rrugëtimin e davetit. Normal se nuk ka qenë lehtë derisa është prap khejri, është prap feja, derisa gjanat kanë ardhur aty ku janë sot. Dikush është lodh, dikush ka sakrifiku, dikush është mundu. Prandaj nuk është e hishme sot dikush nga besimtarët atë mund të dikuj në të kaluamën ose me e nënçmu, ose me përqesh, ose me kritiku, ose me veprat e tija të gabuara, edhe me me prish. Dikush ka ndërtu, unë ose ti me veprat e tona, me prish, Allah na ruaj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në fillim ka qenë i urdhëruar nga Zoti veç me bë sabër. Nuk ka qenë i obliguar me luftu ose e ka pas ndaluar. Prandaj sahabët ka pas raste kur janë anku, i ka thonë ja Rasulullah, bën dua që Allah më na ndihmu, bën dua që Allah më shkatërru, filani fisteke, ose na lejo neve të ballafaqohemi me ta. Për shembull, Hamza radhiyallahu anhu, Omeri e disa sahabë të tjerë, por gjithmonë pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka obliguar me bë sabër. Bile ka pas raste kur i ka kritiku, kanë ardhur disa sahaba, po njëri prej tyre ka thonë ja Rasulullah, lutë bre, le të fitojmë, Allah me na ndihmu me fitu kundër tyne. Lutë Zoti me i shkatërru ata. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka thonë atij sahabiu, ka pas parajush që Allahu Gjaleshanu i ka sprovu evlijat e tij, pejgambert e tij, me lloj sprova sa, thot, ka pas për tyne që e kanë marrë, e kanë nuk mishin, ka pas që e kanë marrë, e kanë nda për gjysë, e kanë djeg, e loj të lashe historia që i njef. Thot, ka marrë një ditë që ka mu përhapë, ky khajrë, kjo fej, edhe me hynë në çdo shtëpi, me qenë muslimanët të sigurt, që askush mos me mujtë asgjë me ju thanë, as me ju bo. Por, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një kritikje e këtij sahabijut, duke i thënë, mirë po thot problemi është se ju po nguteni, s'po i leni gjërat me ardhë natyrshëm, kur e ka shkruar Zoti, duke u marrë sebepet. Prandaj Allahu Gjaleshanu kur dal një popull me e qitë në dritë, mas pari e qanë sprovën, me i përgadit për qatë të qitë në dritë, me i përgadit, me qëllim që dikuj me bo me ardhë e mira me njëherë, fitoria me njëherë. A i menon që ajtë se po vinë ka sanët pas sakrificë, edhe nuk ja di vlerën. Andaj, është kona i regulli i plegjë për para që njeri i cili ka bleni diçka vetë, kanë thonë mos bën pazar me ta, se ai është lodhë vetë, edhe ja ve menën, nuk të hep ty për pak pare, kurse atë gjë që e ka ble baba ose pa mundet e ka fitu, hynë me ta në pazar se nuk është lodhë për ta. Kështu janë edhe kur Allahu e qënë një fitore, kur e qënë një pozitë, kur e qënë një pushtet, një udhëtësi të hajrit, mas një sprove gjatë, që li ju mehis Allahu alladhina amanu wa
kafirit. Ka thënë Allah në Kur'an që me I pastru, me I klasifiku rreshtat atyre që kanë besu, prej rreshtave të atyre që kanë pretendu. Sa raste ka pas që kanë ndodhur të llovina në një vend me një protest, me 2 protesta, me 2 javë, kasafytje me armikun e kanë marrë shtetin. Edhe ti nuk e mujt pasaj ose ata, s'kan mujt me dallu cili është I deni për pushtet cili jo, se kretë kanë pretendu që kurse me një vend ku jenë ba probleme me 20 vjetë, me 10 vjetë, kanë dalë në shesh, se ka pas koha, fa gjatë me dalë në shesh, I sinqerti prej dallavergjisë. Këta sinqertit pasaj me vazhdu për para, me vazhdu deri në fitore. E kur ka fitoria, këta nuk janë mashtru, se kanë kalu me një proces gjatë deri këtu. Edhe kanë ditë me majtë, se kanë ditë që kanë hekë. Kanë ditë që kanë hekë. Që kanë vujtë, me mërin deri që aty. Edhe kjo fejë të dashur vëllezër, nuk ka ardhur qashtu. Ka hekë dikush për mu përhap kjo khejrë. E I pari I muslimanëve, I këtij ummeti që ka hekë pas shumë, ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Prandaj, neve duhet me na ardhë keq. Na duhet me rujtë si të ballit këtë nimet, këtë mirësi. Me çka të mujnë? Nëse s'mundemi me bo kurfar khejre, khejri më I madh I yti ose jame, është që mos me bo sherr. S'po mund me bo khejr, atë çka? Mos mund me bo khejr. Mos mund. S'po mundesh, si I lindur, si I aftë, atë prej teje po dojmë një gjë. Mos bën sherr. Mos bën një veprim, mos bën një gjest I cili e dëmton Islamin, I cili dëmton muslimanët. Pastaj duhet njerëzit u mundu me përmirësu që ata që atë gabim ndoshta me vite. Pejgamberi alayhi salatu wassalam njëherë masi e filloi thirrjen islame haptas. Se njëherë ka qenë 3 vitet e para në sheftas. Pastaj filloi haptas. Shkoi një ditë me I falje 2 rekat në Qabe. Edhe ishin mbledh disa, këtu të përmendur janë, disa nga kokat e mushrikëve afër Qabës. Se ne kemi parasysh në atë kohë, Qabja ka qenë një qendër që janë lavdëruar mushrikët me këtë objekt fetar, janë lavdëruar. Edhe vërtet kanë qenë ziliqarë dhe kanë rujt, e vërtet është që kanë rujt. Edhe pse si më konë besimtari, konë mushrik. Po shenja nga feja e pastër prej Ademit deri te Ibrahimi a.s. e mrapa, kanë pas. Pra haqin e kanë bo, edhe pse e kanë bo me lloj gabimin nga më të ndryshme. Kanë nejtë të Qabja se kanë pas qendër. Resulullah sallallahu alaihi wasallam maqane po fal namaz. Tash ta po I thënë njëri tjetrit. Kur po vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sejdë, po I thënë njëri tjetrit, kush shkon? Filoni ka prerë një deve për ushqim mesh. Edhe I kalon që aty anash mbeturinat. Zort, plancat, mbeturinat. Edhe thot mi pru që to t'ja gjujmë në qafë kur është kënë sejdë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Njëri tha unë shkoj I mori se afër aty shtëpit kanë qenë afër Qabës, jo si sot që Qabja është e zeza. Që aty për rrethin konë shtëpia, domethënë 15 metër, 20 metër, 50 metër normal. Edhe shkoj I mori në shpejtësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është falë ka zgat namazin. Edhe avun Jahudi njëri në qafë thot më I keqi I tyre. Ai është Uqba ibn Abi Mu'ayt. Këtu ka qenë këtë mesin e fynet zullumqarëve, domethënë, thotë transmetimi ka qenë baba I Khalid ibn Walidit, ka qenë Abu Jahli, ka
ka qenë Ebu Lehebi. I ka përmend transmetuesi disa persona që janë kanë më të këqet paria që kanë nxit ka e keqja. Thot kur ja vën në shpinë fillun me qesh kundër pejgamberit alayhis salatu wasalam, do të thonë ku bëj gare të lëshu kanë fjalë. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ashtu kështu e kishte tradit me najtë në sejdë gjatë, por tash ju mlodhen mbeturinat e një deve që nuk ishin pak, po ishin bajgu shumë, edhe po qëndron të ashtu në sejdë dhe ata po qeshnin. Në qast e ndëgjoj Fatimja radiallahu anha, vajza pejgamberit alayhis salatu wasalam, e cila ishte akoma vajza e re, po që kështu pa hyn është pubertetit aty pari. Edhe ajo tër familja kujdeseshin për pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe e dinin se nëse rreth çapës po bëhej zhurm, aty në shuaj kemania më njëherë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se para se me dalë Resulullah me davet, me thirrje në Islam, mushrikët, kur kanë bëhej gare, kur kanë nënçmuar do kanë qenë vetëm me robt. Kanë bëhej gare me robt. E njëri tjetrit. E kanë bëhej gare, e kanë qitë kamën, e ka rëzun, ha? Ai kon të bëjt diçka, ja ka qitë pak ma shumë, kanë kesh, qëse. Ose kur janë pinë, kur janë deh. Mysafirët kur kanë ardhë, nuk i kanë gucë për me bo haqë ose umre. Si kanë gucë, pse nuk i kanë gucë? Qabën e kanë konsideru të shajt, po edhe nga anë tjetër kanë pas përfitime ekonomike edhe autoritet. Se kanë thonë me bo këta më na mingucë, këta nuk dhimë asanina. E thonë gjubanorët e Mekës, nëse me na respektu, po na nënçmojnë, na përshkojmë të qytetit tyne. Edhe anë ekonomike, ose përfitime direkte ose indirekte. Direkte kanë ardhur ata aty, kanë mbledh diçka. Sikur se ke pa, ka qytete që me zër krijojnë qendra kulturore, vende monumentale, me zër i krijojnë, edhe nëse s'është ose u kanë 1% ata bëjnë 200% atje. E nëre që mëse, kur të vinë të hujt, për me pas ka me shku me vizitu, edhe me përfitu ekonomikisht, kjo, ose, por kanë përfitu ekonomikisht, ose të i respektu këta, kur kanë kalu karavanet e tyne në për qytete, që kanë shku me marë tregtime mo, ata në qytetet e veta, në katunet e veta, pasaj kanë respektu, të ju bon konak, ose të pjo dhonë, ndaj mirësi, ndaj ujë, ose ushqim, hafshve, ose aty në njerëzve. Pra këta në na pjo respektojmë këtu, ju në respektojnë ka të kalojmë në për qytetet e juja. Kjo ka qenë sebebi që asë një fis, asë një kabile, asë një katone, asë qytet, nuk ka pas problem me kaset. Allahu Gjaleshanu prej mirësive që u ka përmend në tregti, ka qenë edhe li ilafi Kurejsh. Fjala ilaf ka qenë dy udhëtimet e Mekasve, që Allahu ja ka qunë në trum, stërgjyshit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Mekja ka qenë e varfër. Kanë fillu më marrë ka pak me blektori, s'ka përfitimet maja, dhe më dhanë që me dhanë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 500 vjetë. Shka me bo? Zotja ka qunë në trum, atit parit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bani 2 biznese vjetore. Një në verë, një në dimën. Edhe prej tyne kanë përfitu, do më thonë, 100% edhe i kanë pas kushtet qaq mirë, sa është pranu duaja Ibrahimit alayhis salam, kur e kalon djalin e vet, Ismailin, në Mekë, pa kur gjë, i ka thonë Allahu Gjaleshanuhu, o Zot, këtë qytet, këtë ta njerëz, kur mos i le pa risk. Pa risk. Subhanallah. Sa unë sa haxhia, sa turisti, sa lëvizja, sa njeri, çfarë shtetime, zbohet kur gjë, as ujë, as pula, as kafsh. Kur nuk ka mundësi një haxhi me thonë s'kam ujë. Te na në verë bëhen dhe darsma, shka në për marketa me ble ujna nuk ka.
Janë sosuj. 3-4 milion umregji në Ramazan, edhe një 3-4 qytete, kretë kanë mundësi me humër mesh. Ka hësi Allah, që shvjen, ka sa dush. Me thonë, jo, dhe është kris pak, s'po kem ka me prunë, pula ose kafsh, ose mesh. Duaja Ibrahimit a.s. Pastaj, Zoti ka qenë trupti mi bot 2 udhime, njënin ka Shami për pjetë në hartë, njënin ka Jemeni për fundin. Ka Shami jo konë ma flat koha, ma flat, ka Jemeni ma nëzet. Atë që kanë bo këta, njëna ka ma flat, se sa ma nalë, në globë, ma flat. Kanë thonë për bojnë në verë këtë udhtim. Për nëzetit Mekës me shku ma flat. Kanë bo 3-4 mujë, sa ti për të me najtë, desa të shesën e t'i blenë malë në tjerë. Pejgamberi a.s. kur ka shku si menager i tregtisë së Khatijës, para se mu martu, ka qenë më i drejti edhe më i shpejti, edhe më fitim prursi, jenë habit. Kretë bereqet jeta pejgamberit a.s. E udhtimin e dimnit e kanë bo ka Jemeni që është manzet, kanë shku dëmonë djetore, një anara, aty pare. Edhe kështu e kanë siguru jetesën. Allah ka përmen këtë mirësi, thot mëse harroni mirësinë e Zotit, që ju ka inspiru me ba, udhtimin e rihlet e shqitaj o sajt, udhtimin e dimrit dhe të verës. Edhe thot ja u ka dhonë 2 nimete, 2 mirësi më të maja. Alladhi at'amahum min ju', ai që ka dhonë, ju ka siguru ushqim për të jetën. Në të lashët atmosferike që janë atë. Wa amanahum min khawf, edhe ju ka siguru nga frika. Kërkush nuk e ka sulmu Mekën, kërkush. Njëherë Breheja ka vendosur me sulmu, Allahu Gjallishanu ka që një ushtri prej zëgjve të veqër që me gurtët që Allah i ka inspiru, e kanë shkatruat ushtri me elefanta. E pejgamberi a.s. kur është bo pejgamber, kretë nësë është ngritë zone rreth qabës, është ditë që është duke u maltretu, ja pejgamberi a.s. ose musliman. Ose musliman. Andaj Bilalit kur ju kanë livdu, kanë dalë atë dhe kanë thonë, o Bilal, unë jam i filan familjes, kanë përmenë gjyshin e vetë, mu livdu. Lavdatat e ignorancës, që njerëzit lavdrohen me prejardhe, me fes, që është prej pretendimeve të gjahiljetit. Tjetër ka thonë, unë jam i filan familjes, unë jam i filan familjes. Bilalit i kanë thonë, i cëllës familje jeti, kanë e ki pararës tonën. Se Bilali ka qenë i Etiopis, me në gjyrë në atë kohë, në një shoqëri ku është në nëshmu, njeri u i dorës dytë si pas tyre, e që pejgamberi a.s. që ka thonë, të Allah nuk ka dalim, rasa gjinia, e dhe më thonë, i bardhi zi i verdë, vetëm me dërëqëmëri. E Bilali radiallahu anhu ka thonë, unë jam asardës i ati të cilit i kanë ranë seqë dhe me laqët. Allahu akbar. Nëse u po pretendoni që jeni djemë të filonit fistekit që po livdoni me haramet e tyne, me alkoholat e tyne, me idiotësit e tyne, unë jam një prej bive të Ademit a.s. që me leket i kanë ranë seqë dhe ati. Dhe më thonë me ditë ku me u kapë, me ditë ku i kanë me konsideru si të tonën. Ademin a.s. që ka qenë pejgamber, e ju me këta t'ju jetë livdoni, me çështjet e dunjas. Kurse Selmanit, Farisijut, Persi, pejgamberi a.s. kur kanë dashur dikush prej mushrikëve me e nënçmu për ardhen pozitën e tij, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Selmani është prej nesh për familjes teme. E ka shti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam familjet vetë. Qa që ka afru, sa e ka konsideru si një familjari vete. Gjithsesi, ju vendos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beturin atë një deve në qafën e tij dhe po çështë një mushrik, e kuptoi vajza vet Fatimja se ka diçka. Edhe erdhi me të shpejt,
ja heki Resulullah sallallahu alaihi wasallam për i qafës dhe i la anash. Edhe shkoj ju bërtiti mushrikve, edhe ju thojke, Zoti ju vraft, që s'po ma leni rahat babën. Allahu Akbar. Vajza sa dën rindin e vetë. Allahu Akbar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vazhdoi namazin ata unale. Pa i kishin afër, mu ishin me anim, mu ishin me ndëgju që ka po fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe mas i dha selam, i ngriti durët. Tha, Allah, po talon tha ty, në përgjithësi, Abu Gjahli, filani, kretë që ta që ishin që aty që përbojshin hajgare, që bënin hajgare, keshnin me pejgamberin alayhi salatu wassalam, kreti përmani, tha, ty për t'i lanë, ti mu marrë, ti më rëmë ta. Subhanallah, në atë qast e ullën kokën të gjithë ata dhe po e shqipnin njëri tjetrin me lloj pendese, me lloj pishpënduku, e mërë që i bom në këti. Dy sene ata i besanin. E besanin se duaja në qabe, bëhat kabul. Edhe besanin se duat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk refuzohen, edhe pse si hon musliman. Pra, ta kemi një sen parasysh të dashur vëllezër. Mushrikët e Mekës edhe hebrejt, jehudit e Medinës, nuk e kanë mohu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që si kanë besu. Nuk e kanë mohu, i kanë besu që në pejgamber, i kanë ditë që në pejgamber. E kanë mohu se ju ka ardhi i nati pëse s'është i kabiles tyne. I nati, pëse s'është i kabiles tyne. Pra, deri që tu ka shku, i nati, ajo urrejtja për individët, hasedjo i keq. Pra ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hasedi, zilija, i shkatron, i djeg punë të mira, qysh i djeg zjarë i drut. Kur ta shëf dikush që ka një thirë, bën dua që Allah i mi dhanë bereqet dhe shëndet. Për shamë, shëf dikush që ka bleni makinë të mire, ka nërejsh një shtije, ka bleni tokë. Thu, o Zot, begatoja, o Zot jepi bereqet, o Zot ruje për sunit keq. Mashallah, Allah të shtoft, Allah të dhash bereqet. Ma e men, kur kërkush, që e ka një të mirë, nuk të ka marrë ty. Së cëllit Zoti e ka dhanë me kaderin caktimin e vetë. Thjesht, kime kallzu vetë vetën, thjesht kime hynë gjëna, asë që tjetër. A bën mja pas lakmi? Po, lejohet. Duke thonë kështu, o Allah, leja, bekoja, këtë mirësi që e ka këtë vla. Mjep edhe mua Zot që gjellën këti. Ose ma mirë sa ti. Pa ja marë ati. Kjo e dallimi. Nëse tu o Zot, merja ti, e me e mu, o Zot shkatroj ata, e të kam veç une, kjo e zili. E leju më është me thonë, o Zot, jepja, bekoje, begatoje, shtoje, kënaqe, po mjep edhe mu o Zot. Kështu vepron zemra shnush. Kur boni dua pejgamberi alayhi salatu wasalam, këta u mërzitën, edhe u tutën. Edhe thot transmetuesi Abdullah ibn Mesudi, i cili ka marrë pjesë në betejën e Bedrit, thot atë ditë në betejën e Bedrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur sahabët i kishte shkot gjumi, turani shi i lehtë, i kishte shkot gjumi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk kishte fjet. Ta natën s'ka fjet, ka bodoa. Edhe në sabah, Ebu Bekri ka shku ka thonë, bolli e Rasulullah se u lodhe. I merë njonin apo disa sahabë, edhe ju thot, filoni që tu ka me dekë, fisteki që tu ka mu mytë. Fisteki janë për qëta persona, qëta bura, që patën kesh me pejgamberin alayhi salatu wasalam në këtë situatë. Tëtë gjashtit, nëse s'ka bëj gjasht kanë qenë, 7, më falë, 6 për i 7 nuk e ka ditë transmetuesi emrin, e ka harru emrin. Thot, i kum kontrollu mas betejës
të gjithë kanë vdekur në çat vend ku e ka bën me shaj apo me gisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Masanina kur vdiqën këta, i mur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sepse në betejë nuk është patjetër me i marr të vrarit armikut edhe me i varros. Nëse janë mundësi atë normal është më mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 ditë i kishte marrë dhe me një postë pa ujë, i kishte shkuar në postë. Mas 3 vite shkon me disa prej sahabëve në mesin e tyre edhe Omeri. Se Omeri tregon këtë ngjarje. Edhe të pusi ju fol. Ja përmend emrat të shtatëve. O filan, o filan, o filan, o filan. Edhe ju thot, a e keni gjetë atë premtim që o ka premtu Zoti? E unë ju kallëzosha, ju së mbesojshit mu. A e keni gjetë? Unë e gjeta premtimin e Zotit, me fitoren e Bedrit. Ju a gjetët premtimin e Zotit? Omeri, i habitur për i thot, ja Rasulullah, këta në vdekur janë, s'kan mundësi me të një, pse po ju folë? E këqyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, Omer, vallahi, këta një ma mirë se te, janë të një mu, ma mirë se te. E vetë mja gjatë që s'mujnë me bashkë, s'mujnë me ma këthy. Edhe thot janë duke, si me thonë, duke më ndje pishman për kretë që kanë bo, për çka themi neve, e dini ju. Në momentin që vjen shtirti në grupën e fytit, kur vjen, kur themi ka në grupë fytit, se dikush mund me të shkutu. Se kemi rast na kur na thot dikush holë, këtu dek filoni në shtis, bërtitëm na, ja këthym shpirtin. Ndëgjani këta me kujdes. Mendojnë që nëse bërtasish, i kthehet shpirti edhe s'deq. Ata mendojnë që me laqe ka arë, mja marë shpirtin, të dash mja marë ke bërtit tjo, tut me laqe ka ik. Jo, nëse s'ka dek, si pas te ju ka kthy shpirti, a s'ka pas me dek, se kur t'i vjen momenti me dek, bërtit, e bën çka dush, nuk kthehet me laqe mrapa. Po kry, kur është shpirti ngrop fytit, në momentin që i shë me laqe. Se mund me të do këty që është të dhonë shpirt, për e sot të dhonë shpirt. Kur t'i shë me laqet, e shë realitetin. Së në realitetin, të vërtetat e botës tjetër. Që atëherë me ra shahadet nuk i pranohet ma. Aq më tepër masit vdese, e kupton në realitetin. I shë me laqet, e marrin me laqet shpirtin, e qojnë qilë, derin qilën e 7. Me laqet, nëse ka qenë burri mirë ose gru e mirë, i japin selam kret me laqet, e marrin një peshker, një si lloj qefini prej xhenetit e vendosin shpirtin e tij, e përshëndetin knaqet, Zoti e përshëndet, i thot këteu, në jetën e varrezave, i qelet një idea prej xhenetit, e thotu Allah bane kiametin ma shpejt shkoj në xhenet, i vjen mirësi të derin kiamet prej ati cili ka qenë njeri keq, e marrin një qefin, lloj peshkiri, se fjallat qefin është ai, na i kemi ekstra për qefinin që shtjellën gjerazën, po fjallat qefin dhe më thonë, i thot edhe një si lloj peshkiri në vogël, vendoset aty, po pi xhehenamet, sakfurullah, e marrin me laqet edhe mallkojnë, 7 palë qellë. Bile do me laqet, a është që ky shpirti ati që vishin punë të këqija çdo javë, çdo ditë për pjetë, edhe u sikletosh mi pi punëve të këqija të këtia? Thojnë po, ata dy me laqet që ja kanë nxjerrë shpirtin. Kur mos paft hajër? Allahu Gjaleshanu i thot, tan jetën, e ke nxi jetën tonë. E ke mallku vetën tonë, kofshi mallkum, për jetësi. Pastaj kthehet në jetën e varrezave dhe i hapet një dera për dritarë prej xhehenamit edhe thotë, o Zot, mos e bën kiametin, o Zot, mos e bën kiametin. Këtu e shohin realitetin krejt edhe çka që janë çka 7 persona kanë pa, ama është vonë. Është vonë. A nin të vdekurit tash? Apo jo? Na themi, në momentin që vdes njeri, ai ka një jetë të veçantë që si përshtatet nuk është si jeta jonë. Me dashur Allahu Gjeleshanu më ja mundsu, që ka mundsu këtyne, ndëgjojnë. Për me marrë mësim, anë parim, dë vdekurit nuk
ka gjithë një rësnim, u kry. Edhe nuk ban kërkuj prej këtyre të vdekurve me ju lut, e me mendu sa ta mundën me ndihmu në botën tjetër. Kjo është e saktë rreth kësaj çështje. Lutë Allah azza që na mësoj me jetu me iman, edhe me vdek me iman, ja arhamur rahimin. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.